të analizojmë këtë çështje kaq të rëndësishme. Faleminderit juve, është kënaqësi. Në opinionin tuaj, do doja në fakt të dija se si e vlerësoni ju skemën kombëtare të bujqësisë të miratuar nga Këshilli i Ministrave. A ishte në fakt fondi i mjaftueshëm për të mbështetur realisht sektorin e bujqësisë? Po, fillimisht ja vlen të flasim për mjaftueshmërinë e fondit. Është në vazhdën e viteve të qeverisë të kësaj qeverie, po edhe më përpara ka qenë fondi i vogël, po kemi qenë në tjera kontekste të zhvillimit të sektorit. Ka pas nevojë për investime në infrastrukturën rurale, edhe ky është dhe justifikimi i qeverive të para kësaj qeverie që kanë investuar në infrastrukturën rurale, pra mbështetja drejt për drejt ka qenë e vogël. Mirë po, konteksti ka ndryshuar mas krijimit të kësaj infrastrukture rurale, e nevojshme ishte mbështetja e sektorit bujqësisë me pagesa direkte për fermerët, që është një politikë e konsoliduar në sektor, që ndiqet nga vendet e rajonit edhe nga politika përbashkët agrare e Bashkimit Evropian. Fondet që janë akorduar bujqësisë vitet e fundit janë të pakonsiderueshme, mendoj unë, nuk kanë ndihmuar në zhvillimin e qëndrueshëm bujqësisë. Këtë nuk e them unë, po e tregojnë recensioni sipas Istatit i sektorit 2 vitet e fundit dhe për 5 vite para ka qenë në stagnacion. Pra, fondet, skema kombëtare veçanërisht ka qenë për mënyrën se si jepet, për skemat që përdoren dhe për masinë e fondit, për mua ka shërbyer thjesht si lëmosh dhe nuk ka ndihmuar në zhvillimin e qëndrueshëm të